Referuar situatës së krijuar ndërmjet çezë dhe ndërmarrjeve të ujësjellësit në Shqipëri, për sa i përket qytetit të Vlorës, i pyetur për televizionin Real, prefekti i qarkut të Vlorës, Eduard Veçani, theksoi se situata është e monitoruar. Të gjitha nën stacionet e pompimit të ujit të pishëm janë aktualisht në punë, në përputhje me udhëzimet e posaçmbritura nga vetë kryeministri. Policia e shtetit është aktualisht në mbrojtje të konsumatorit vlonjat. Në qytet nuk ka dhe nuk do të ketë për asnjë moment ndërprerje të energjisë elektrike. Atëherë situata është nën kontroll, të themi në masën 100%. Çdo veprim i marrë në këndvështrimin e ndërprerjes së energjisë elektrike për stacionet e furnizimit me ujë nuk ka patur sukses. Sot të gjitha stacionet e pompimit të ujit për ujësjellësin, pra për qendrat komunale, janë nën kontrollin e qeverisë, pra të policisë së shtetit. Janë ndërmarrë kallëzimet përkatëse në organet e ndjekjes penale të prokurorisë së shtetit shqiptar. Ka ndalime në këtë sens të 6 personave, të cilët kanë ndërmarrë veprime në një kontekst të themi tërësisht jashtë realitetit dhe jashtë kontekstit të zhvillimit të ngjarjeve, dhe 6 persona prej tyre sot janë në ndjekje penale. Në çastin që unë po flas, nuk ka absolutisht asnjë problem në furnizimin e popullatës me ujë të pishëm dhe me energji elektrike. Aktualisht, vijoi Veçani, strukturat e policisë së qarkut të Vlorës janë duke punuar dhe mbi kallëzimet e bëra nga ujësjellës për punonjësit e çezit, ndërsa deri më tani janë vënë nën pranga 6 persona. Hetimet vijojnë për dokumentin e plot ligjor të kallëzimeve të mbritura.